sot ishte një ditë e mbushur me emocione dhe gëzim, pasi u përurua shtëpia e re motrës Songa Kumanova, një nënë e përkushtuar e 3 fëmijëve, e cila kishte nevojë për një stretë të përhershme. Ky projekt humanitar u realizua fal iniciativës së Zotria Jet Rahimi, kryetari i shoqatës Shpresa e Re, i cili me përkushtim dhe bashkëpunim me donatorë të shumt arriti të përfundojë ndërtimin e shtëpisë, duke i siguruar kështu kësaj nëne dhe familjes së saj një vendbanim të sigurt dhe të përshtatshëm. Iniciativa e parë për këtë kauz të ndritur erdhi nga një familje bujare nga Namuri i Belgjikës, e cila dhuroi 4.720 euro, duke ndezur kështu dritën e shpresës për këtë familje në nevojë. Kësaj nisme ju bashkuan edhe shumë donatorë të tjerë, të cilët me zemërgjerësinë e tyre bën të mundur realizimin e kësaj ëndrre. Ky është një shembull i jashtëzakonshëm i solidaritetit dhe humanizmit, ku dashuria për tjetrin dhe dëshira për ta ndihmuar bëjnë mrekulli të vërteta.